Përshëndetje Arbri, sot do të sqarojmë ndryshimet kimike dhe ndryshimet fizike. Gjëja më e thjeshtë, nëse kemi një copë letër cilën e grisim. Letra ngelet po letër, e grisur po gjithsesi letër. Nëse letrën e djegim, letra shndrohet në hi. Në rastin e parë kemi ndryshime fizike dhe në rastin e dytë kemi ndryshime kimike. Në ndryshimet fizike, substanca qëndron e njëjtë, ndërsa në ndryshimet kimike kemi formim të një substance të re. Ndryshimet kimike. Tani e kemi thënë edhe më parë që në univers gjithçka është në ndryshim të përhershëm, yjet lindin, shuhen, malet ndryshojnë forma, lumenjt ndryshojnë rrjedhën, njerëzit plaken, bimët rriten, zhvillohen nga dita në ditë. Kimistët janë veçanërisht të interesuar për ndryshimet kimike që lidhet me formimin e substancave të reja. Këto lloj ndryshimesh quhen reaksione kimike. Në botën që na rrethon ndodhin vazhdimisht reaksione të tilla në industri dhe në shtëpi. Ndryshimet kimike ndodhin kudo ku materialet ndryshojnë dhe përftojnë substanca të reja. Për shembull, ushqimi i gatuar, bimët gjatë rritjes, lëndët djegëse kur digjen, ndryshja e hekurit dhe prodhimi i lëndëve plastike janë shembuj të zhvillimit të reaksioneve kimike. Reaksionet kimike. Laboratori është vendi ku mund të shohim shembuj të ndryshëm të reaksioneve kimike. Në shumë nga këto reaksione ne mund të dallojmë qartë formimin e substancave të reja. Disa reaksionet shoqërohen me formimin e precipitatit, disa të tjera me çlirimin e gazit. Disa reaksione të tjera mund të shoqërohen me ndryshim të ngjyrës së substancës. Në disa reaksione të tjera shihet edhe ndryshimi i temperaturës, rritja ose ulja e saj. Ti marrim me radhë. Formimi i fluskave. Ky reaksion kimik që shoqërohet me çlirim fluskash, themi që është duke u prodhuar një gaz. Dhe ky proces quhet fluskim. Nëse disa copsa shkumsi, që është karbonat kalciumi, bashkëveprojnë me acidin kloridrik, gazi që prodhohet quhet dioksid karboni. Precipitimi. Ndodh që kur dy lëngje bashkohen, zhvillohet një reaksion që shoqërohet me formimin e një substance të ngurtë. Dhe ky reaksion quhet precipitim. Për shembull, kemi rastin e nitratit të kalciumit që vepron me tretësirën e karbonatit të natriumit dhe formohet precipitati i bardhë i karbonatit të kalciumit. Ndryshimi i ngjyrës. Në disa raste ndodh ndryshimi i ngjyrës që tregon se është formuar një substancë e re. Për shembull, karbonati i bakrit është me ngjyrë jeshile. Kur ngrohet, formohet oksidi i bakrit që është me ngjyrë të zezë. Plus kësaj çlirohet edhe gazi karbonik. Ndryshimet e energjisë. Reaksionet kimike mund të ndryshojnë temperaturën e mjedisit ku kryen. Në disa raste ndodh rritja e temperaturës së enës apo e mjedisit ku zhvillohet reaksioni. Për shembull, kur kemi djegjen e lëndëve djegëse, shpërtimin e fshekzjarreve shkakton rritje të temperaturës së mjedisit ku ndodhin këto dukuri kimike. Në disa raste të tjera, gjatë reaksioneve kimike ndodh e kundërta. Ulet temperatura e mjedisit përreth enës ku zhvillohet reaksioni. Kjo vihet në rastet e reaksioneve të shpërbërjes. Reaksionet kimike kemi substancat nistore ose substancat që hyjnë në reaksion. Këto quhen substanca bashkëvepruese sepse bashkëveprojnë me njëra tjetrën, ndërsa substancat e reja që krijohen nga bashkëveprimi quhen produkte të reaksionit. Bashkëveprimi kimik i dy substancave nistore quhet reaksion kimik. Në një reaksion kimik, shigjeta përdoret për të treguar drejtimin e zhvillimit të reaksionit. Në reaksionet kimike, në anën e majtë të shigjetës, vendosen emrat e substancave bashkëvepruese, ndërsa në anën e djathtë produktet e tij. Do me thënë, një reaksion kimik është substancë bashkëvepruese, shigjet, produktet e reaksionit. Nëse marrim shembullin e mësipërm që ishte për shkumsin, karbonati i kalciumit, i cili shtohet në acid kloridrik. Ndodh çlirimi i fluckave për shkak të formimit të dioksidit të karbonit që është i gazt.
Gjithashtu përveç kësaj prodhohet ujë dhe klorur kalciumi. Reakcioni më sipër mund të shkruhet karbonat kalciumi plus acid kloridrik si substanca bashkëvepruese nistore kalojnë në klorur kalciumi, ujë dhe dioksid karboni në traj të gazit që janë produktet e reakcionit. Kur marrim 2 tretësira të nitratit të kalciumit në tretësirën e karbonatit të natriumit, si rrjedhoi i bashkëveprimit kimik të reakcionit kimik që zhvillohet, formohet karbonat kalciumi i ngurtë dhe tretësirë nitrat natriumi. Reakcioni në fjalë është i tillë: nitrat kalciumi plus karbonat natriumi jep karbonat kalciumi dhe nitrat natriumi. Ndërsa në rastin e karbonatit të bakrit, nëse e ngrohim, ai kur ngrohet formohet oksidi i bakrit me ngjyrë të zezë dhe çlirohet edhe gazi karbonik.